Rruga e Thethit pasi mbylljet përkohshme gjatë të mërkurës për shkak të aktivizimit të urtegëve është hapur për qarkullim gjatë ditës së enjtë. Si pasojë e rresheve të dëndura të Borës, një segment me gjatësi rreth 550 metra është prezent rreziku i urtegëve nga lartësitë e shpateve. Ky rrezik shtohet gjatë orëve të mesditës me diell kur fillon procesi i shkrirjes së Borës. Për këtë arsye, Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se gjatë ditëve me mod të kthjellët dhe për arsye sigurie do të ketë mbyllje provizore të qarkullimit deri në orët kur temperaturat ulen dhe bora ngrin sërish. Qarkullimi gjatë intervaleve me rrezik do të realizohet me asistencën e punojësve të kompanisë së mirëmbajtjes, e cila është e pranishme në terren në çdo moment. ARSH bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet në terren. Ndërkohë në akset Qafmali Fiers dhe kryqëzimi Hadroj Qafbenz rekomandohet përdorimi i gomave dimrore dhe zinxhirëve në përputhje me kushtet atmosferike dhe standardet e sigurisë. Ngrica ka patur gjatë orëve të para të mëngjesit dhe në orët e mbrëmjes edhe në Tamar Vermosh, ku këshillohet të tregohet kujdes në lëvizje.